Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Lezhës ka marrë masa disiplinore ndaj disa ish-drejtuesve të Policisë së Lezhës, pas konstatimit të shkeljeve gjatë ushtrimit të detyrës. Sipas të dhënave zyrtare, janë përjashtuar nga radhët e Policisë së Shtetit, ish-zëvendës drejtori për rendi në Policinë e Lezhës, Tauland Gjoka, si dhe ish-shefi komisariatit Oltion Gjoni. Ndërkohë, për ish-drejtorin e Policisë së Lezhës, Altin Mena, i cili aktualisht mban detyrën e zëvendës drejtorit për rendin në Policinë e Kukësit, është vendosur mazë disiplinore ulje në grad për një periudhë 5 vjeçare. Po ashtu për zëvendës drejtorin për krimet, Kujtim Gjoka, është vendosur shtyrja afati të gradimit. Sipas arsyetimit të Drejtorisë së Standardeve Profesionale gjatë periudhës së drejtimit të Policisë së Lezhës nga këta drejtues, në qendër të qytetit funksiononte prej kohësh një kazino 3-katëshe me mbi 20 makineta dhe sallë pokeri, ku gjatë ndërhyrjes u sekuestruan edhe lëndë narkotike e dyshuar si kokainë. Po ashtu një magazinë e përshtatur për kultivimin e kanabisit funksiononte që prej muajit gusht të vitit që lan pas në rrugën nacionale Lezhë-Milot, ku gjatë operacionit u sekuestruan mbi 1000 bim kanabis. Burimet nga Drejtoria e Standardeve bëjnë me dije se pritet që edhe Agjencia Mbikëqyrjes Policore AMP të nisë hetimin ndaj ish-drejtuesve të Policisë së Lezhës. Zbulimi dhe goditja e grupit që kultivonte kanabisin në magazin u realizua vetëm pak ditë pas marrjes së detyrës si drejtori i Policisë së Lezhës nga Islor Islami, ndërsa më herët ishte zbuluar edhe kazinoja që operonte në qendër të qytetit.